Stočarите од Полошкиот регион се жалат дека со одлуката на владата 50% од јагнињата од вкупниот број да се испорачаат во кланица се не смалуваат нивните стада. Според нив тоа е невозможно бидејќи сама минатата година 30% од овците не успеале со јагнињата поради разни вируси. Vjet shumica, nuk thojmë shumica, ama 30% e dhemve i kanë fuk kingjat, i kanë nxjerr para vakti. A dëni virus, a çka është problemi nuk e dinë doktorët tanë, nuk e dinë çka është problemi. Ne unë kom 100 copa dhe në shembull. Ato 100 copa ku ne nuk pjellin. Ato dhe pjellin 50 në kohë, 30 dhe pjellin ma vonë, 20 dhe pjellin hiq. E ato të ma vonshmet, në shteja të rujmë femna të ishtojmë, apo t'i paksojmë. Këto nëse janë të shku për t'i paksau, kjo nuk o shtim. Shko thojnë i kemi rejtë subvencionet, imi të punau ma shumë për të rejtë numri baktive, a këto janë të shku për zhdukjen e baktive. Neve 100 dhen në rregull nuk na pjellin këtë. Na pjellin 70%. 10% 20 i ngelin vonë shumë, 10% nuk janë askundi a cofi na smuhen nuk janë. Me këtë 50% që na lipin neve, ne jesëm pa subvenci. Po kërkojmë një mirë kuptim nga Ministria e Qeverisë, i lutin atë na tërheqin që këtë 50%. Вториот човек од Министерството за земјоделство, Флакрон Беџети, вели дека мерките е позитивна и признава дека разговарале со земјоделците и го разгледуваат нивното барање. Kjo është për shkak shfrytëzimit të subvencioneve, ku sepse më herët është bërë edhe rritja, edhe është qenë bërë edhe keq përdorimi i subvencioneve të ndryshme, deklarimi i rreshëm, kuptohet që këtë shqetësim ma kanë thënë edhe mua dhe unë e kam marrë për obligim që të flas me sektorit përkatës, edhe me ministrin që të mundohemi që këtë përqindje që ta ulin, domethënë, nuk e kemi premtuar, por punohet në këtë drejtim që kjo 50% domethënë shumës që të ulet dhe shpresoj të kemi edhe mirëkuptim edhe sukses në këtë drejtim. Stočarите се жалат дека цената за прием на јагниња е многу ниска, но иако е многу ниска во споредба со регионот, тие веќе 2 години немаат добиено пари од кланиците.